Dhe tani pak vëmendje, sepse këtu gjërat na bën të qarta. Në vitin 2021, kur marrëveshja u zgjeruar për të financuar të sektorin e turizmit, apo për ta thjeshtuar hotelet me 5 yje, siç ka thënë edhe vetë kryeministri, kredia për sektorin bujqësor nga kjo linjë ishte 65.2 milion euro për 6.098 biznese, tashmë afro 100 milion euro. Gati 2 fishë kësaj shume nuk është ndarë në 6.000 sipërmarrje, por vetëm në 302 të tilla. Të gjitha për sektorin e turizmit. Sipas një llogarie, përfituesit e fundit të skemës, ata të sektorit të turizmit kanë marrë mesatarisht rreth 310 milion euro kredi, ndërsa 6.098 të parët, pra fermerët, kanë marrë nga 10.600 euro secili. 30 herë më shumë për turizmin, që në fillim ishte si opsion, fundja, jo më kot jemi vend turistik. Tani, një tjetër statistik shumë interesante. Sipas Bankës së Shqipërisë, kredia për sektorin e bujqësisë nga viti 2021, kur u ndryshua marrëveshja, deri në fund të vitit 2025, është rritur me vetëm 1.35 milion euro, ndërsa ajo për akomodim dhe shërbim ushqimor, pra për turizmin, është rritur nga 308 milion në 502 milion euro. Tashmë kryeministri ka nisur një fushat ku premton kreditimin e bujqësisë përmes një skeme të ngjashme, e cila ka nisur të zbatohet dhe quhet Garancia Sovrane 5. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës së Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2 kur shkohet jashtë kësaj garancie. Por deri më sot, nga kjo linjë është dhënë për financim vetëm 4.8 milion euro, sa 15% e shumës të premtuar përpara fushatës. Po kush i përfitoi të gjitha këto para të vëna në dispozicion? A shkuan në ndihmë të fermerëve në nevojë, të cilët po braktisin tokën dhe po largohen nga vendi, apo për bizneset e mëdha me fuqi dhe njohje? Besoj se përgjigjen e merrni me mend. Kredia e nisur për bujqit përfundoi në xhepat e investitorëve strategjik, madje me nismën të ministres së bujqësisë Milva Ekonomi. Me një qasje tërësisht të dyshimt që në vend të politikave pro sektorit të saj, i orientonte paratë e bujqëve në drejtime të tjera. Zonja Milva, mirëmëngjes, Luela nga Piranjat. Pse e keni ndryshuar marrëveshjen e kredisë për sektorin e bujqësisë agro për punimin? Dhe ja keni kaluar turizmin në kohët kur ju keni qenë ministre bujqësie. Disa vjet përpara është me zënë drejtë. Pra pse e keni ndryshuar? A nuk është kjo një nismë kontradiktore, sepse ju ishit ministre bujqësie në atë kohë, jo ministre turizmit? Si është e mundur që nuk ju kujtohet? Nuk e kujtoni fare si? Zonja Milva, janë 180 milion euro, si nuk i mbani mend? A mendoni se ato para i duheshin më shumë hoteleve me 5 yje se sa bujqëve? Zonja Milva, keni një përgjigje për këtë? Nuk e mbani mend. Zonja Ekonomi nuk e mban mend një marrëveshje 180 milionëshe për sektorin bujqësor, nga e cila kanë përfituar vetëm operatorët turistik. Sidoqoftë, ajo tashmë ka bërë dëmin e saj dhe i përket organeve ligjzbatuese të hetojnë shkeljet e bëra me marrëveshjen, e cila nuk lejonte dhënien e më shumë se 30 milion eurove në sektorin e turizmit. Ndërkohë që Ministria e Bujqësisë kërkon ta komentojë me shumë diplomaci këtë dështim të ish titullares, që i shkaktoi aq shumë dëm sektorit që drejtonte. Skema e 2016-s unë nuk do ta quaj dështim, pati angazhim të njësive të agropërpunimit, por duhet bim dakord për diçka, që parafrimi i sektorit bujqësor dhe i agropërpunimit, po më shumë i sektorit bujqësor, me sektorin bankar, është një parafrim i cili ka munguar për një periudhë shumë të gjatë kohe. Dhe procesi është një proces i cili duhet mësuar nga të dyja palët. Pra neve nuk mund të presim që në mënyrë të menjëhershme neve të kemi, themi, një rezultat i cili është 100%. Dhe me që këtë parafrim me rezultat 100% dhe patën përfaqësuesit e sektorit të turizmit, atëherë zgjidhja ishte fare e lehtë. Le t'i japim këto kredi strukturave akomoduesve të turistëve, një farë realizim plani që ka si protagoniste këtë zonjë, e cila në këtë rast ja hoqi kafshatën bujqëve duke favorizuar zengjinat e